Më 6 prill të vitit 1943. Në një fshat të vogël mes maleve të kolonjës, historia shqiptare u përgjak me një nga ngjarjet më të errëta të luftës së dytë botërore. Borova, një emër që në atë ditë u bë simbol i dhimbjes, por edhe i qëndresës. Një vend që sot flet përmes heshtjes së gurëve të djegur, përmes vareve që rrinë krah për krah në një kodër, përmes kujtimit të atyre që nuk patën faj, përveç se ishin shqiptar. Por çfarë ndodhi në të vërtetë atë ditë? Pse ndodhi? Kush e ndërmori shfarosjen e një fshati të tërë? Dhe më e rëndësishmja, pse duhet ta kujtojmë Borovën? Para se të vazhdojmë, ju ftojmë që ta pëlqeni këtë video dhe të abonoheni në kanalin ton në YouTube për më shumë histori të tilla interesante të kombit ton. Ishte pranverë në Kolonjë. Dielli kishte filluar të ngrohte pas dimrit të ashpër dhe njerëzit e fshatit Borov po jetonin jetën e tyre të thjeshtë, me buqësi, me bagoti, me fëmijë që luanin në oborre, gra që gatuanin bukë dhe burra që shikonin nga malet me shqetësimin e përhershëm, ku janë partizanët sot. Borova, një fshat i thjesht, me njerëz punëtor, me fëmijë që qeshnin në rrugicat me gur dhe me gra që lanin rrobat tek burimi, një vend që, si shumë të tjerë, nuk kishte armë, por kishte zemër. Kjo ishte jeta në vitin 1943, një jetë në hije lufte. Por askush në Borov nuk e dinte se ajo ditë do të ishte fundit për shumicën prej tyre. Pa kohë pasi forcat gjermane të regjimentit 98 divizioni paralpin kishin kaluar Borovën, kolona ra në Barmash në një prit të ngritur nga batalioni partizan Tomori, udhëhequr nga Riza Kodheli. Partizanët ishin përgatitur të luftonin kundër italianëve, kur papritmas u dukën gjermanët, të cilët po udhtonin drejt Janinës në Greqinë e kontrolluar nga nazistët. Luftimet vazhduan deri në mbrëmje dhe kompanitë gjermane me mbështetjen edhe të një njësie italiane arritën të stabilizojnë situatën, duke detyruar partizanët të ngrinin pritën dhe të tërhiqeshin në male. Luftimet përfunduan, por gjermanët ata nuk falnin. Një autokolon e shkatëruar me 10 ushtar të vrarë dhe të plagosur. Për gjermanët ky ishte një akt i patolerueshëm dhe përgjigja e tyre nuk vonoi. Borova nuk kishte marrë pjesë në sulm, por kjo nuk kishte rëndësi për makinën naziste të terrorit. Gjermanët zbatuan një politikë të tmerrshme. Për çdo ushtar të vrarë, ata do të vrisnin civil, dhe jo thjesht do t'i vrisnin, por do t'i masakronin. Divizioni gjerman u kthye në Borov, të veshur me uniformat e zeza të vdekjes, me flamujt me kryqe të thyer. Ata zbritën në fshat me një qëllim të vetëm, ta zhduknin. E shtëpi pas shtëpie, rrugë pas rruge, ata filluan kasaphanën. Fëmijë, gra, pleq, askush nuk kursehej. Ata vranë dhe dogjën të gjallë 107 civil, prej tyre 64 gra dhe 43 burra. Pa kursyer edhe fëmijë të vegjël. Viktima më e vogël ishte 4 muajsh dhe më i vjetri 84 vjeç. Ushtarët gjerman kalonin shtëpi më shtëpi dhe i vinin flakën gjithçkaje, po ashtu ata qëllonin çdo njeri që hasnin në rrugë. Në ato shtëpi ku banorët mbyllnin dyert për të mos i lejuar ushtarët të hynin brenda, gjermanët i vinin flakën shtëpisë duke djegur së bashku me njerëzit brenda. Një grua e moshuar që lutej u qellua para derës së saj. Një fëmijë që mbante vëllain e vogël në krah u godit me bajonet. Një nan që përpiqej të fshihte foshnjë në gji u dogj bashkë me shtëpinë. Forca gjermane të armatosura me flak hedhës dogjën çdo shtëpi në fshat. Ato masakruan të gjithë banorët e fshatit Borov që gjetën atë ditë,
Disa nga viktimat u qelluan dhe u vranë, ndërsa shumë u grupuan brenda kishës së fshatit dhe u dogjën të gjallë. Fshati fqin Barmash gjithashtu vuajti nga kjo hakmarrje, me nazistët që masakruan 18 civil përpara se të niseshin për në Greqi. Dhe më e tmerrshmja, pas vrasjeve trupat u lanë aty, për të trembur çdo që guxonte të ngrinte krye. Shtëpitë u dogjën, kafshët u therrën, toka u djeg. Ata nuk vranë vetëm njerëz, ata dogjën edhe shpresën. Por historia ka diçka të çuditshme. Nga hiri i tmerrit lind kujtesa, dhe kujtesa është arma më e fortë që kemi. Pas luftës Borova nuk u harrua. Aty u ndërtua një memorial, një vend ku gurët flasin, ku dheu flet, ku pushon një e vërtet që s'mund të mohohet. Sipas raportit të hartuar më vonë nga Komisioni Shtetëror për Dokumentimin e Krimeve të Luftës, citohet: Në shtëpinë e Loni Karajt u gjetën të djegur në nebi. Kishin tentuar të dalin nga dritarja, por ishin qelluar në prag. Trupat u lanë në rrugë për 3 ditë. Njën nga dëshmitarët e rrallë që i shpëtoi masakrës ishte një djalosh 11 vjeçar, që më vonë do të thoshte: Isha fshehur në kasollën e baktive, dëgjova klithmat e nënësime dhe smunda të lëviz. Më pas dëgjova flakët që përpin shtëpinë tonë. Ajo zgjati pak dhe pastaj erdhi heshtja. Nga dosjet e deklasifikuara në vitet 90 në Gjermani, një ushtar i njësisë 98 të Wehrmachtit shkruante në ditarin e tij: Urdhërat ishin të qarta, vriti çdo të gjallë, por kur pash një fëmijë që fshihej nën një shtrat duart, më dridheshin. Megjithatë, një tjetër ushtar e qelloi pa asnjë ndjenjë. Nuk flas më për këtë. Dhe sot, çdo shqiptar që viziton Borovën ndjen një dhimbje që s'ka nevojë për fjalë, sepse fëmijët e Borovës ishin fëmijët tanë. Nënat e djegura ishin nënat tona, plakat e masakruara ishin gjyshet tona. Masakra e Borovës nuk është thjesht një ngjarje historike. Ajo është një plagë që qëndron e hapur në kujtesën tonë kombëtare. Është një thirrje për drejtësi, për kujtim, për ndërgjegje. Pas ngjarjes së tmerrshme të 6 korrikut 1943, ata pak që mbjetuan mizorisë së gjermanëve u larguan nga Borova. Vite më vonë në fshat nisi sërish jeta. Banorët që jetojnë sot aty janë të gjithë të ardhur nga zonat e tjera. Borova nuk ishte viktim vetëm e një armiku të huaj, ishte viktim edhe e heshtjes, e harresës, e mosvëmendjes që shpesh ne shqiptarët ja bëjmë historisë son. Por jo më, jo sot. Sot ne flasim, ne rrëfejmë, ne kujtojmë. Për 107 të vrarët, për fëmijët që surritën kurrë, për dhimbjen e një populli që mbijetoi. Borova nuk është thjesht një histori për të rrëfyer, është një kujtim për të mbrojtur. Është një plagë që s'mund të lejojmë të mbyllet në harresë, sepse popujt që harrojnë viktimat e tyre u hapin derën gjelatëve të rinj. Borova është kujtesa jonë, dhe sa kohë që ne flasim për të, ata nuk janë të harruar. Ata jetojnë në zërin tonë, në historinë tonë, në ndërgjegjen tonë. Çfarë mendoni ju për këtë ngjarje? A besoni se bëjmë mjaftueshëm për të kujtuar këto masakra? Lini një koment më poshtë dhe ndani mendimin tuaj. Së bashku mbajmë të gjallë kujtesën e historisë sonë.